Përshëndetje, mirë se vini në konferencën me gazetarët, e kam ndezur. Këtë ditë të mbylljes së fushatës të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Spari një mesazh për diasporën shqiptare, e cila ka qenë shpirti i kësaj fushate elektorale. Thirrja ime është cili do prej tyre që mund të vijë të votojë në datën 11 maj, i bën një shërbim historik vendit dhe kombit të tij. 11 maj është dita përcaktuese e të ardhmes së kombit shqiptar. Qindra mijëra emigrant u regjistruan për të votuar, por një çrregullim i organizuar u konstatua në 2 vende me postën e cila ka një emër autoritar të mirë, po që shfaqi parregullësitë më të mëdha. Kjo uroj dhe shpresoj të mos dekurajoj, po përkundrazi të nxjisë çdo qytetar shqiptar jashtë vendit që mund të vijë këto 2 ditë dhe të votojë ditën e diel në qendrat e votimit, do të ishte shërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për të shërbyer vendit. Së dyti, sot ne mbyllim fushatën më të bukur, më entuziaste, më optimiste të shqiptarëve të lirë, të njerëzve të lirë në bulevardin e ri të kryeqytetit. Kjo fushat, për të cilën unë duhet të falënderoj me shumë mirënjohje çdo pjesëmarrës në të 4 anët të Shqipërisë, nga Saranda në Tropojë. Kjo fushat u karakterizua me një uragan të vërtet që buroi nga zemrat dhe shpirti i popullit opozitar. 2 fushata ecën paralel në territoret e vendit. Njëra fushata me detyrim e narkoshtetit dhe tjetra fushata e qytetarëve të lirë të vendosur për të përzërë narkoshtetin. Sonte, kësaj fushate fantastike, ta quajmë, që u zhvillua për 1 muaj, duhet t'i vendosim kurorën më të bukur në ballin e saj, në ballin e Shqipërisë. Ndaj dhe ftoj qytetarët e Tiranës, por qytetarët e të gjithë Shqipërisë të bashkohemi në bulevardin e ri sonte në një fest madhështore të fitores së datës 11 maj. Faleminderit. Tashti kam shumë të llogaritur kohën. Dhe një pyetje ose 2 po marr. Se duhet. Po bëj një pyetje në 2. Një. Zgjidh vetë një. Në cilin prej çarqeve Partia Demokratike mendon se do të bëjë surprizën dhe a besoni se kjo është konferenca e fundit e juaje si kryetari i opozitës? Mendoj se e keni drejt, e keni shumë drejt. Kjo do jetë konferenca ime e fundit si kryetar opozite, mbasi pas datës 12 maj, kjo opozit është mazhorancë
bëhet mazhorancë e Shqipërisë. E keni ndjerë dhe ju dhe e ka ndjerë çdo shqiptar këtë. Kjo është ndjesia më reale, por në mënyrën më të frikshme e ka ndjerë Edi Rama. Ju e patë si shkallmoj Ram në televizion. U shkallmua. Fliste për giotina, fliste për helme, fliste, qarës fliste. Do më thamë, ai Ram kishte nevoj urgjente për mjekim, me ato simptoma që pash. Se unë jam edhe mjek edhe kam qenë ja pasionuar. Unë jam kardiolog, po më tërhiqte dhe psikiatria. Më ka tërhequr. Zoti Berisha, duke qenë se është dita e fundit e fushatës, në nisjet e saj, madje kur e keni prezantuar zotin Krisla Sivita, ju e keni cilësuar atë si magjistar që e bëri një herë magjin në Shtetet Bashkuara kur u zgjodh Donald Trump president. Nga ajo që keni parë nga dita e parë deri tani, e ka bërë magjin edhe në Shqipëri Krisla Sivita? Nga ajo që kam parë pa diskutim. Ai është faktor madhor i kësaj fushate fantastike dhe i fitores së 11 majit. Nuk ka diskutim. Ju falënderoj. Edhe një Osman e fundit se time is pressing. 24. Në fakt, kandidatëve të Partisë Demokratike u është kërkuar të paktën që të japin mesazhe në drejtim të qytetarëve për të mos shitur votën, kur njëjtën gjë të paktën ka ardhur edhe nga Ambasada Amerikane një reagim ku vota juaj nuk ka çmim. A ka problematik, e keni identifikuar si problematik shitblerjen e votës sa kohë edhe ju keni kërkuar kandidatëve tuaj? Por edhe ambasadat po reagojnë. E kemi të verifikuar, të vërtetuar, absolutisht, dhe si që dini ju, Osman, rezoluta e Valencias, e Partisë Popullore Europiane, që është organizata me fuqishme politike e Europës, ka denoncuar Edi Ramën për këto zgjedhje, për blerjen e votës me lek, me kanabis, me punësime, me prokurime, me banda. Këto, thot rezoluta, lexojeni, janë 5 format me të cilat Edi Rama po blen votat. Fundit. Faleminderit. Fitore.